me një farë gjendje depresive, s'di u konë e lloj zhgënjimi janë të kurrë gjithë ato ambicie, kisha një vend pune, nuk kisha një rrjedhë financiare, ishke një farë moshe kur qysh për shembull për me kërku pare pi prindit. Se kum ditë ku paguhet fakturat, sa jam kon këtu, se i ka hek tjetër kush, atje nëse nuk shkojsha 2 javë me marrë një dokument, 2 javë zvike. Diploma u konë sa një maj vogël që e kum pru me veti. Do me thonë, jeta atje më ka mësu shumë ma shumë se sa fakulteti, edhe shumë ma shumë se sa një fakultet. Do me thonë, e kum mësu një gjuhë 30 kulturat ndryshme, se ka pas për 30 shtetet ndryshme studenta shok që kum pas. Edhe kur të kthesh për shembull me 30 pikpamjet ndryshme për shumë sene, mendoj që diploma është shumë sa një vogël në krahasim me tjerat. Edhe pavarësinë që krijova atje, se sa jam konë këtu shumë sene i kum pas gati, edhe unë nuk kum që është me kap veten, veç me ditë se kum ditë ku paguhet rryma, se kum ditë ku paguhet fakturat, sa jam konë këtu, se i ka hek tjetër kush. Atje, nëse nuk shkojsha 2 javë me marrë një dokument, 2 javë zvike. Nëse 3 javë shkojsha me marrë një dokument, 3 javë zvike. Kështu që u dashke çdo senit mi nejt vetë gati, edhe u konë një shkollë në veti kjo. PR-i është një drejtim, një profesion që nuk kish më rri halo, dhe mendoj që halo tamon të na nuk kam rri. Kështu mirëfillt edhe kisha problem për me gjetë një vend punës me u punësu me atë profesion. Edhe ka ona tjetër më xigloj ke aktrimi, edhe u konë shkaktar Muhameti me cilin kena punu 15 vjetë tashmë bashkë. U konë ai shkaktar që në 2016 erdhe dhe tha, hajde tha nisja shkruaj një shfaqje, edhe pe aktivizojnë atë teatrin e fëmijëve, po unë në atëku ju e kisha krejtve, dhe me thonë nuk kisha qef, po nuk e di, u konë si lloj me një farë gjendje depresive, s'di u konë e lloj zhgënjimi janë të kurrë gjithë ato ambicjet që erdha me një shumë farë. Ku u ktheve edhe çfarë po do me thonë? Po ju, zgjohesha në mëngjes, nuk kisha një vend pune, nuk kisha një rrjedhë financiare, ishke një farë moshe kur qysh për shembull për me kërku pare pi prindit. Janë konë shumë faktor që ta kërcënojnë krenarin me një farë aspekte. Janë shumë fenomene që qëtash i analizojnë, në atë kove që disha që s'jam mirë. Edhe nuk isha mirë, edhe më thërshin shoqënia, mu i paru ka kalu mirë se isha i unë, për shembull, se kum taku kujtesën, po dal po pi kafe, kishëm muhabet plot, po u bënën një muj më së ne prisha ditën kur kam u kthy për Stamboll, dhe nuk e kisha të programuar që u krymo me atje edhe jam kthy për këtu. Edhe qysh ka të thonë, Muhameti më ka nxit hajde shkruaje dhe unë